Kuptimi I veprimit. Kodi penal nuk jep definicion juridiko-penal të veprimit, por pa atë nuk mund të ketë vepër penale. Për shembull, krimi I vrasjes është veprim I personit që I shkakton vdekjen tjetrit, por veprimi I jashtëm ka lidhje edhe me botën e brendshme të personit, dhe kjo del kryesisht tek veprat penale të kryera me dashje. Por kjo lidhje bëhet edhe në veprat e kryera në pakujdesi, si vetbesimi I tepruar apo neglizhenca, si për shembull, shkrepja e armës pa e kontrolluar nëse ka fishek, apo mbytja e foshnjës nga nëna në gjumë e tjerë. Në kodin penal parashikohet vepra penale që kryhen me veprim si vrasja e personit, me disa veprime si vjedhja me dhunë, me veprim aktiv ose mosveprim. Kuptimi I mosveprimit. Me mosveprim kuptohet moskryerja e veprimeve apo qëndrimi pasiv I personit I cili është I detyruar të veprojë dhe si rrjedhoi është shkaktuar pasoja e dëmshme. Edhe këto vepra ndahen në 1. Vepra penale të mirëfillta që kryhen me mosveprim, 2. Vepra penale indirekte të kryera me mosveprim. Edhe mosveprimi është I lidhur me sjelljet e vullnetshme, por jo çdo mosveprim është element përbërës I veprës penale. Neni 12. Mosha për përgjegjësi penale. Ka përgjegjësi penale personi që në kohën e kryerjes së një krimi ka mbushur moshën 14 vjeç. Personi që kryen një kundërvajtje penale ka përgjegjësi kur ka mbushur moshën 16 vjeç. Kuptimi dhe rëndësia e moshës. Një element I domosdoshëm për përgjegjësi penale është që personi të ketë mbushur një moshë të caktuar me ligj në çastin e kryerjes së veprës penale, që të ketë një zhvillim të përgjithshëm për të kuptuar rëndësinë e veprimit ose mosveprimit që po kryen vepër penale. Kodi penal përcakton 2 kufi të moshës. Për krimin duhet të ketë mbushur 14 vjeç, ndërsa për kundërvajtjen penale moshën 16 vjeç. Ky dallim mes krimit dhe kundërvajtjes penale për moshën bëhet për shkak se 14 vjeçari e kupton rëndësinë e krimit që po kryen, pra e kupton se kur vjedh pasurinë e tjetrit apo vret po e bën një krim, por është e vështirë të kuptojë se po shpif apo fyen dikë. Prandaj kufiri I kundërvajtjes është 16 vjeç. Personat që nuk kanë mbushur 14 vjeç nuk mund të merren në përgjegjësi penale, por ndaj tyre merren masa edukuese. Neni 13. Lidhja shkakësore. Askush nuk ka përgjegjësi penale kur midis veprimit ose mosveprimit të tij dhe pasojave apo mundësive të ardhjes së tyre mungon lidhja shkakësore. Kuptimi dhe rëndësia e lidhjes shkakësore. Pa lidhje shkakësore të drejtë për drejtë, do të thënë veprim ose mosveprim konkret, nuk mund të ketë përgjegjësi penale, sepse vdekja e personit mund të vijë edhe nga shkaqe natyrore si rrufeja, tërmeti apo korrenti. Lidhja shkakësore është një kategori objektive, por që nuk mund të merret e ndarë nga ana subjektive, sepse personi që kryen një veprim ose mosveprim me vullnet e vetdije e kupton se nga ky veprim apo mosveprim shkaktohet pasoja e dëmshme. Pranimi I shkakut të domosdoshëm nuk pajtohet me shkakun më të afërt apo me pasojat më të afërta, sepse lidhen me vullnetin subjektiv të njerëzit, por as me shkakun tipik adekuat për ardhjen e pasojës, sepse jo çdo shkak I tillë përcakton ardhjen e pasojës. Për shembull, jo çdo goditje me grusht e boksierit shkakton vdekjen e personit. Në një rast është pushuar çështja ndaj uritarit të postobllokut të trenit pasi nuk kishte mbyllur traun në momentin e kalimit të trenit dhe si rrjedhoi një makinë kishte kaluar dhe përplasur nga treni duke gjetur vdekjen shoferi, por pas ekspertizës ka rezultuar se përplasja nuk ka ardhur nga kjo, por automjetit I është shuar motorri duke bërë të pamundur kalimin. Në të kundërt do të kishte mundur të kalonte, pra mosveprimi I rojes nuk ka qenë shkaku I drejtë për drejtë I vdekjes, kështu që mungon lidhja shkakësore, por rrjedhoi nuk ka përgjegjësi penale. Zhvillimi normal I lidhjes shkakësore mund të ndërpritet nga veprime apo mosveprime që ndryshojnë rrjedhën normale të ngjarjes, si për shembull, një person I plagosur shkon për të kuruar në spital dhe nga terapia e gabuar aty gjen vdekjen. Në këtë rast, lidhja shkakësore e veprimit të mëparshëm, plagosjes dhe pasojës vdekjes së viktimës është ndërprerë. Pasojat. Kur vepra penale është kryer, ajo sjell pasoja të dëmshme, ose kur mbetet në tentativë, rrezikon të sjellë pasoja. Ato mund të jenë në formën e dëmit material, në rastin e shkatërrimit të pronës. Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor sjell shkatërrimin e mjetit dhe plagosjen ose vdekjen e personave. Pasojat mund të jenë dhe me karakter jo material,
ose siç quhen në literaturë formale si në rastin e shkeljes së barazisë së shtetasve apo shkelja e fshehtësisë së korrespondencës. Kushti i domosdoshëm për përgjegjësi penale është që pasojat të jetë parashikuar në pjesën e posaçme të kodit penal. Në rastin kur pasojat janë më shumë se një, atëherë vetëm njëra është prioritare. Pasojat e tjera janë të preardhura. Si në shkeljen e rregullave të qarkullimit rrugor, pasoja kryesore është ajo e sigurimit publik, ndërsa pasojat e tjera, si prishja e mjetit, plagosja e personave, janë pasoja jo kryesore. Mënyra e kryerjes së veprës penale. Me mënyrë të kryerjes së veprës penale kuptohen renditja e veprimeve dhe mjetet e përdorura për kryerjen e veprës penale, si në ato të kryera me dashje, ashtu edhe në ato nga pakujdesia. Nga mënyra e kryerjes dhe mjetet e përdorura bëhet edhe dallimi, kështu vjedhja e kryer me armë, neni 140, dallohet nga vjedhja me dhunë, neni 139. Në disa raste kjo mënyrë me mjetet e përdorura përbën krim të cilësuar për shkak të rrezikshmërisë shoqërore, për shembull shkatërrimi i pronës me eksploziv. Vendi dhe ambienti i kryerjes së veprës penale. Me kohë, vend dhe ambient që përdoren për kryerjen e veprës penale kuptohen tërësia e kushteve konkrete së bashku në të cilat kryhet veprimi ose mosveprimi i kundërligjshëm dhe shoqërisht i rrezikshëm nga i cili varet edhe masa e dënimit të dhënë nga gjykata. Në rastet kur vepra penale është kryer në një vend, ndërsa pasoja vjen në një vend tjetër, si për shembull një person tregton drogë të ardhur nga një shtet tjetër, vendi i kryerjes së veprës ka rëndësi se cili ligj penal do të zbatohet, ligji i shtetit ton apo i shtetit të huaj. Si vendi i kryerjes së veprës penale pranohet si vendi ku është ndërmarrë veprimi ose mosveprimi, ashtu dhe vendi ku ka ardhur pasoja kriminale. Edhe koha e kryerjes së veprës penale është element dytësor dhe merr rëndësi vetëm në rastet se cili ligj do të zbatohet, ai i kohës së kryerjes veprës penale apo i mëvonshëm. Nëse autori i veprës penale ka mbushur moshën e për përgjegjësinë penale apo jo, në rastet e parashkrimit të ndjekjes penale, nëse vepra është kryer në kohë lufte apo paqeje. Neni 14. Faji. Askush nuk mund të dënohet për një veprim ose mosveprim të parashikuar nga ligji si vepër penale, në qoftë se vepra nuk është kryer me faj. Quhet me faj personi që e kryen veprën me dashje ose me pakujdesi. Kuptimi dhe rëndësia e fajit. Faji është ndër elementet kryesorë të veprës penale. Pa faj nuk mund të ketë përgjegjësi penale. Siç shihet në nenin 14, nuk jepet përcaktimi i kuptimit të fajit, por parimi i fajësisë dhe format e fajit me dashje apo nga pakujdesia. Me faj kuptohet qëndrimi psikik i personit ndaj veprimit ose mosveprimit të paligjshëm dhe pasojave të dëmshme të cilat i parashikon ose i dëshiron me vetdije ose i lejon të vinë me mosveprim nga pakujdesia. Faji shfaqet me dy forma, të dashjes nga pakujdesia. Neni 15. Dashja. Vepra penale kryhet me dashje kur personi i parashikon pasojat e veprës penale dhe dëshiron ardhjen e tyre, ose megjithse i parashikon dhe nuk i dëshiron ato me ndërgjegje, lejon ardhjen e tyre. Nga përkufizimi i këtij neni dalin dy forma të dashjes, dashja direkte dhe dashja indirekte. Dashja direkte është kur personi i parashikon pasojat e veprës penale dhe dëshiron ardhjen e tyre, për shembull, goditja me thik në zemër, ku autori e dëshiron vdekjen e viktimës, njëkohësisht plotësohet edhe elementi tjetër, ardhja e pasojës, pra vdekja e viktimës. Me dashje indirekte kuptohet kur personi kupton paligjshmërinë e veprimit apo mosveprimit të tij dhe parashikon ardhjen e pasojës. Nuk dëshiron, por me ndërgjegje lejon ardhjen e pasojës. Për shembull, kur një person godet me bombë kundër ish bashkëshortes në shtëpinë e saj, duke pasur dashjen direkte për vrasjen e saj, por duke ditur se mund të vras edhe ndonjë të afërm të saj, megjithse nuk e dëshiron me ndërgjegje, por e lejon ardhjen e pasojës kriminale. Dashja. Në pjesën e posaçme të kodit penal nuk bëhet ndarje e dashjes direkte apo indirekte, por kjo bëhet në formulimin e dispozitës ku vihen motivet e vrasjes, aty kuptohet vrasja direkte apo indirekte. Një kuptim i kësaj ndarje bëhet në nenin 15 të kodit. Për shembull,
Kur rrëmbimi i personit kryhet për përfitime pasurie, neni që në nan, dhe çdo përfitimi tjetër kryhet gjithmonë me dashje direkte. Dashja ka edhe ndarje të tjera në praktikë. Dashja e përcaktuar, e papërcaktuar, dashja e paramenduar, dashja e menjëhershme. Me dashjen e përcaktuar, autori parashikon ardhjen e pasojës kriminale. Me dashjen e papërcaktuar, autori parashikon ardhje të pasojës, por jo se do t'i shkaktojë ndonjë dëm të caktuar dhe nuk lejon me vetdije ardhjen e një pasoje të tillë. Me dashjen e paramenduar, autori ka parashikuar gjithçka me gjaftësi në kohë dhe mjetet e kryerjes së krimit. Me dashje të menjëhershme kuptohet vrasja e kryer me dashje të lindur aty për aty, në gjaknxehtësi e sipër. Motivet janë anët subjektive të veprës penale. Kuptimi dhe rëndësia e motiveve. Me motive kuptohet shtyrja e brendshme për krim në ndikimin e ngacmimeve të jashtme. Motivet sipas kodit penal nuk janë element i domosdoshëm. Janë subjektive në çdo vepër penale. Shprehimisht ato shprehen kur ka rrethana lehtësuese, kryesisht për shembull në rastet kur personi për të shpëtuar një vajzë nga përdhunimi plagos personin që donte ta përdhunonte, motivi në këtë rast është lehtësues, pasi ka vlera morale e shoqërore. Ndërsa kur ka rrethana rënduese, ato cilësohen për motive të dobta. Neni 50.a. Motivet parashikohen si element përbërës i veprave penale kundër njerëzimit. Neni 74. Ndërsa në vrasjen nga pagujdesia nuk mund të ketë motiv. Qëllimi është element tjetër i veprës penale. Kuptimi dhe rëndësia e qëllimit. Edhe qëllimi, njësoj si motivi, mund të ndikohet nga ngacmimet të botës së jashtme, por kryesisht përbëjnë rrethana rënduese, si për shembull fshehja e gjurmëve të krimit apo kundërshtimi i punojësit të policisë me qëllim për ta penguar atë në kryerjen e detyrës sipas ligjit. Neni 16. Pakujdesia. Vepra penale kryhet me pakujdesi kur personi, megjithse nuk i dëshiron pasojat, e parashikon mundësinë e ardhjes së tyre dhe me mendje lehtësi shpreson t'i shmangë ato ose nuk i parashikon, megjithse sipas rrethanave duhet të kishte mundësi t'i parashikonte. Pakujdesia caktohet në dy forma: a. në formën e vetbesimit të tepruar dhe b. në formën e neglizhencës. Në formën e vetbesimit të tepruar, personi parashikon mundësinë e ardhjes së pasojës, por nuk e ka dëshiruar atë dhe me mendje lehtësi mundohet të shmangë. Shembull tipik i këtij rasti është shpejtësia tej normave të lejuara të shoferit, i cili ka besim të tepruar, pasi e di se mund të vijë pasoja, por nuk do t'i shkaktojë kujt vdekjen. Me formën e neglizhencës kuptohet kur personi nuk parashikon ardhjen e pasojës, megjithse nisur nga rrethana duhet ta parashikonte. Neni 17. Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore. Nuk ka përgjegjësi penale personi që në kohën e kryerjes së veprës vuante nga një turbullim psikik ose neuropsikik që ka prishur tërësisht ekuilibrin e tij mendor dhe për pasojë nuk ka qenë në gjendje të kontrollojë veprimet apo mosveprimet e tij dhe as të kuptojë se kryen vepër penale. Personi që në kohën e kryerjes së veprës penale vuante nga një turbullim psikik ose neuropsikik që ka ulur ekuilibrin e tij mendor për të kuptuar dhe kontrolluar plotësisht veprimet apo mosveprimet e tij, është i përgjegjshëm, por kjo rrethan mbahet parasysh nga gjykata në caktimin e masës së llojit të dënimit. Kodi parashikon përgjegjshmërinë si element përbërës të domosdoshëm të veprës penale si premisë për të pasur përgjegjësi penale. Kriteret e papërgjegjshmërisë. Për përcaktimin e përgjegjshmërisë dhe papërgjegjshmërisë përdoren dy kritere, ai mjekësor, biologjik dhe juridik, psikologjik. Në vlerësimin mjekësor merren kryesisht të dhënat e ekspertizës mjeko-psikiatrike, por pa përjashtuar gjykatën në vlerësimin e të gjitha rrethanave të ngjarjes. Papërgjegjshmëria për shkak të gjendjes mendore. Ka sëmundje si skicofrenia, epilepsia, sëmundjet e tjera të sistemit nervor që prishin ekuilibrin mendor dhe personi nuk kupton rëndësinë e veprimit apo mosveprimit të paligjshëm, por ka edhe turbullime mendore kalimtare, siç janë psikozat reaktive, që mund të çojnë në ulje të përkohshëm të ekuilibrit mendor, por personi është i përgjegjshëm për kryerjen e veprës penale,
dhe nuk e përjashtojnë atë nga përgjegjësia penale, por mbaren parasysh nga gjykata për caktimin e llojit të masës së dënimit, ndaj të cilave kodi ka parashikuar se mund të jepen edhe masa mjekësore. Neni 18. Kryerja e veprës penale në gjendje të dehur. Nuk përjashtohet nga përgjegjësia personi që ka kryer veprën penale në gjendje të dehur, kur dehja është shkaktuar në rrethanat e rastit dhe ka sjell uljen e ekuilibrit mendor. Kjo rrethan mbahet parasysh për zbutjen e dënimit të tij. Kur dehja është bërë me paramendim për të kryer veprën penale, kjo rrethan mbahet parasysh për rëndimin e dënimit. Rregullat e mësipërme zbatohen edhe kur vepra penale kryhet nën efektin e narkotikëve apo stimulantëve të tjerë. Kuptimi dhe rëndësia e gjendjes së dehur. Kodi penal nuk përjashton nga përgjegjësia penale personin që ka kryer vepër penale në gjendje të dejes normale, pasi personi të ketë përgjegjësi të zvogëluar e ka krijuar gjatë kohës së marrjes së vendimit për të kryer veprën penale si vrasjen, vjedhjen e pasurisë apo marrëdhënie seksuale me dhunë. Pra pija është përdorur si stimulant, siç përdoret në raste të tjera hashashi e tjerë. Në këtë raste, kur është përdorur pija me paramendim për të kryer veprën penale, atëherë në dhënie e dënimit nga gjykata konsiderohet rrethan rënduese. Por ka dhe raste të dehjes së rënd që sjell uljen e ekuilibrit mendor dhe kjo pas raportit të mjekut psikiatër merret si rrethan lehtësuese, si për shembull personi ndodhet në dasëm dhe nga pija nxjerr armën dhe qëllon në ajër dhe plagos një person tjetër që ndodhet aty pranë. Këto rregulla përdoren njësoj edhe në rastet e përdorimit të lëndëve të tjera narkotike apo stimulantëve të tjerë. Dënimi për personin që ka kryer vepër penale në gjendje të dehur. Diferenca për dënimin e personave që kryen vepër penale në gjendje të dehur bëhet nga gjykata vetëm në llojin e masës së dënimit, në rastin se dehja ka sjell uljen e ekuilibrit mendor. Kjo mbahet parasysh për uljen e dënimit. Në rastin fatkeq, nuk mund të ketë përgjegjësi penale, pasi pasoja nuk mund të parashikohej e as të parandalohej, si në rastin e aksidentit ajror apo kur makina ndodhet në urë dhe ura shemët dhe vdesin disa persona. Gabimi ndahet në gabim juridik dhe gabim në fakt. Gabimi juridik është atëherë kur personi nuk e kupton se veprimi që ka kryer është vepër penale, si për shembull njoftimi i rrem i forcave të rendit. Gabimi në fakt është atëherë kur personi ka dashur të kryejë një vjedhje ndaj një personi që ka gabuar banesë duke vjedhur një tjetër. Në këtë raste, personi dënohet për veprën penale të kryer dhe vjedhjen e mbetur në tentativë për aty ku ishte qëllimi fillestar. Gabimi vjen edhe në lidhjen shkakësore, kur personi kryen një vepër penale për të arritur një pasojë të caktuar dhe kujton se e ka arritur, dhe ndërkohë bën edhe gabime të tjera, si për shembull, personi gjuhen për të vrarë një person tjetër dhe pasi e ka kryer, për të fshehur gjurmët hedh kufomën në lum, por nga ekspertiza e bërë në trupin e viktimës, rezulton se vdekja kishte ardhur jo nga plumbi, por nga mbytja, ose në rastin kur personi ka dëshiruar të kryejë një plagosje të rëndë dhe mendon se e ka kryer, por në fakt plagosja ka qenë lehtë dhe dënimi në këtë rast do të ishte për plagosje të rëndë, pavarësisht se ka ngelur në tentativë. Neni 19. Mbrojtja e nevojshme. Nuk ka përgjegjësi penale personi që ka kryer veprën duke qenë i detyruar të mbrojë jetën, shëndetin, të drejtat dhe interesat e tij ose të një tjetri nga një sulm i padrejtë, i vërtet dhe i qastit, me kusht që karakteri i mbrojtjes të jetë në proporcion me rrezikshmërinë e sulmit. Mos përputhja haptazi ndërmjet tyre përbën kapërcim të kufive të mbrojtjes së nevojshme. Mbrojtja e nevojshme është në rastet kur personi do të largojë nga vetja ose ndonjë person tjetër sulmin e padrejtë e të qastit. Për të pasur një mbrojtje të nevojshme, kërkesat e sulmit duhet të jenë: a. Sulmi të vijë nga veprimet e njeriut, b. Sulmi të jetë i padrejtë, pasi nuk mund të ketë mbrojtje të nevojshme veprimi i ndaj përmbaruesit që shkon për të ekzekutuar sekuestrimin e një pasurie. Por nuk është e nevojshme që sulmi të përbëjë vepër penale, mjafton që të paraqesë rrezikshmëri. Mbrojtja e nevojshme nuk mund të konsiderohet e tillë ndaj një sulmi që pritet në të ardhmen, por duhet të jetë i qastit. Për shembull, nuk mund të goditet një njeri që vjen rrotull shtëpisë për të grabitur, kur ka mënyra të tjera parandaluese, pasi veprimi nuk është në proces.
Reagimi apo kundërsulmi për të rivendosur të drejtën në vend është i ligjshëm me përjashtim të rastit kur i kanë shkaktuar sulmuesit dëme të panevojshme. Sulmi duhet të jetë i vërtet dhe jo në imagjinatën e të mbrojturit, pra nuk mund të sulmohet një person me mendimin se ai kishte qëllim të sulmonte. Mbrojtja e nevojshme lejohet për sprapsjen e një sulmi ndaj jetës, shëndetit, të drejtave dhe interesave të personit. Nuk marrën përgjegjësi penale kur personi vret ose plagos, kur nuk ka rrugë tjetër shpëtimi, apo kur një grua vret personin i cili tenton ta përdhunojë. Për mbrojtje të nevojshme ka edhe kur personi mbron jetën e dikujt tjetër. Kapërcimi i mbrojtjes së nevojshme është atëherë kur mbrojtja nuk pajtohet me rrezikshmërinë e sulmit ose kur mbrojtja bëhet pas mbarimit të sulmit dhe nuk përputhet haptazi me të. Por në këtë çështje duhet pasur parasysh edhe fakti se për shkak të tronditjes nga një sulm i ardhur, i mbrojturi nuk është në gjendje të peshojë nëse përputhet ose jo mbrojtja që i kërkohet. Në mbrojtje nuk është të thënë se pasojat e kundër veprimit që i shkaktohen sulmuesit të jenë të njëjta me ato të sulmit. Këto pasoja mund të jenë edhe më të rënda.